Të nderuar shikues, ju përshëndes direkt në Klan Kosova dhe në Sport 1, dueli shumë interesant, i vetmi i cili zhvillohet sot në Super League ndërmjet Suarekës dhe Prishtinës, të dy këto skuadra në nevojë për pikë. Suareka aktualisht në vendin e 8 në tabelë me 32 pikë, është kjo pozita e barazhit. Fetahaj. Dhe për pak sa këtu të realizoj. Shojme o njerë. Goditja. Mundësia tani për Prishtinën këtu. Muja. Gnapi. Gnapi gatrohet në fond aty Kryeziu. Salio, tani e provon Goditjen dhe intervenimi bukur i portierit Ozdogan. Elnjer, Gentrit Saliu, shumë mire merr topin. E më pas. Ta shojmë shka në do tani këto, mundësia tjetër 1-0. Ardian Limani. Shojmë Elnjer. Më i larti në kërcim ishte aty Osman Kiç, Gallapeni, shikoni se çka është në gjendje të bëj Gallapeni, goditja 2-0. Japse ky është lojtari më i mirë i krahut të majtë në vendin tonë dhe Moxha. Asgjë nuk ka mundur të bëj këtu portieri Ozdogan, këtu lirohet nga Boshtjaku. Më pas mbrojtja e Suarekës nuk reagon në mënyrën e duhur, shikoni e lejojnë të gjithë që të ecë për para, duke menduar ndoshta që do të asistoj, por Gallapeni mendoj ndryshe. Goditja precize. Dhe Prishtina tani ka përsi të konsiderueshme. 2-0. Që ka ndruar edhe disponimi. Muja, i pasigur të Ozdogan. Dhe më duket se topi ka kaluar. Këtu vijën fundore 3-0. Pasiguria e portierit Ozdogan dhe topi ka kaluar në tërsi vijën fatale nga Prishtina 0-3.